Lamine Yamal është përjashtuar nga skuadra e kombëtare spanjolle për ndeshjet e ardhshme kualifikuese të Kupës së Botës kundër Gjeorgjisë dhe Turqisë për shkak të ankesave fizike të 18 vjeçarit. Lajmi u bë me dije nga një deklaratë e ashpër nga Federata Spanjolle e Futbollit, duke shprehur pakënaqësinë e saj të thellë me mënyrën se si u trajtua situata. Departamenti mjekësor i RFF dëshiron të shprehë habin dhe pakënaqësinë e tij që mësoi në orën 13:47 të hënën, më 10 nëntor, ditën kur filloi kampi zyrtar stërvitor, se lojtari kishte nënshtruar një procedurë invazive me radiofrekuencë atë mëngjes për të trajtuar problemet e tij me ijet, thuhet në deklaratë. Procedura për Lamine Yamal u krye pa njoftim paraprak të stafit mjekësor të ekipit kombëtar. RFF mësoi detajet vetëm përmes një raporti që mbërriti në mbrëmje, i cili rekomandonte një periudhë pushimi prej 7 deri në 10 ditësh. Më pas konsultimit me trajnerin Luis de la Fuente, Federata vendosi ta largonte Lamine Yamal nga skuadra. Vetëm të dielën Hansi Flick i u drejtua ekipit kombëtar me një apel. Pres që ekipi kombëtar të kujdeset për të kur të jetë atje. Ai ka ndryshuar, është shumë më mirë, stërvitet shumë mirë dhe merr trajtim të përditshëm në palestër. Ai mund të arrijë përsëri nivelin e tij më të mirë, por ende nuk është në formën e tij 100%. Ne duhet të kujdesemi për të këtu edhe në ekipin kombëtar, tha trajneri i Barcelonës për Yamalin. Në shtator, Flick e kishte kritikuar tashmë mënyrën se si e trajtua lojtarin. Në çdo ndeshje, ata ishin përpara me të paktën 3 gola. Ai luajti 79 dhe 73 minuta. Midis ndeshjeve, ai nuk u stërvit. Kjo nuk është konsiderat për lojtarët. Mbetet për të parë se si do të vazhdojnë gjërat midis klubit, federatës dhe lojtarit.